Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shqiptaro-amerikanët, mërgjimtarët, nuk e di pse për ata në Amerikë disi ma tepër kemi prirje që themi shqiptaro-amerikan, për arsye se jetojnë në një shtet që shumë bën për qytetarët e vetë. Dhe shqiptarët që kanë emigruar nga Kosova dhe viset shqiptarët shkojnë në Amerikë, ata e duan shtetin e tyre tani të Amerikës, sepse janë shtetas të Amerikës. In God we trust, shkruan në çdo banknotë, që i bie si $1, si $1 milion, janë njëjtë, sepse e kanë të njëjtën fjalë. Këte ma thot në vitin 1994, filantropi i madh dhe kontribusi më i madh shqiptar në Amerikë, zoti Jim Gjema. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Sot do ta kemi një protagonist të veçantë. Dhe ai është Xheto Gjok i Vezaj, i lindur në vitin 1950 në fshatin Këshev të Gjëqicit, grud e Malësisë së Madhe, tani në Malë të Zi. Ai është një pi gjyshërve Dednik Bajraktari dhe gjyshës Mrika, si dhe bir i babës Gjok dhe nënës Gjyste. Se di pse kur e përmendi këtë emën Gjyste, më shkomendja te plaku ynë i mirë, plaku ynë i urtë, Anton Qeta. Bashkëshortja e tij Gjystja, një qëndrëstare e madhe, ka pasur rol kulminant në veprimtarinë e Anton Qetës dhe ndaj kujtime të mira me nanën e 2 vajzave të Anton Qetës, Agatën dhe Donikën, dhe nanën e tyre Gjystën. Shkollën fillore Xheto i Vezaj e ka mbaruar në fshatin e lindjes për të vazhduar 4 vite tjera në Tuz dhe pastaj gjimnazin në Ulqin dhe për ta përfunduar pastaj normale në Prishtinë në vitin 1972, ku në të njëjtin vit emigron në Itali për të vazhduar pastaj hiç më larg se në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Amerikë zhvillon biznesin e gastronomisë që tani shquhet me restoranin Wellington. Zoti i Vezaj aktivitetin e vazhdon në shoqërinë kulturore-artistike Malësia me shfaqje të ndryshme koncerte, teatër e tjera, duke e mbajtur gjallë frymën tradicionale shqiptare. Që nga fillimi ai angazhohet në Ligën Shqiptaro-Amerikane, të udhëhequr nga ish kongresisti i madh Gjot Djugordi, pastaj në Lidhjen Demokratike të Kosovës në Detroit, ku në gjeneratën e dytë zgjidhet kryetari i saj për 2 vite, ku pastaj pas demonstratave në Shqipëri në vitin 1991-92, kalon në veprimtari lobuese përmes Ligës Shqiptaro-Amerikane, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Federatës Vatra, dhe në përkrahje të plot të liderit të demokracisë në Shqipëri, Dr. Sali Berisha. Gjatë aktivitetit ka qenë në përkrahje të plot të projektit për pavarësi të dietarit Ibrahim Rugova, me të cilin ka patur raporte shumë të afërta dhe bashkëpunuesi gjatë vizitave të Rugovës në Amerikë. Ditë më parë, miku im i mirë, Xheto i Vezaj, ishte për vizitë në Kosovë, me që rast u takuam dhe bashkë biseduam për emisionin Fakte, të cilin do ta shfaqim në 2 pjesë. Pa humbur kohë, ju ftoj ta ndjekim pjesën e parë. Shikues nderuar, mirë se erdhët në studion Fakte. Jemi mësuar që gjatë prezantimit themi që sot do kemi një bashkëbisedues të veçantë, por kësaj radhe me të vërtetë është super i veçantë. Kush mund të jetë ky? Amerika, lobimi si për demokraci ashtu edhe për drejtat njerëzit. Në fillim kështu cilësohej. Domethënë po shkelen drejtat e njerëzit shqiptarëve dhe cila është drejta supreme është jeta. Ne kishim problem me jetën, domethënë ndaj një poshtuesi të egër. Dhe përkrahjen më të madhe dhe shtytjen më të madhe, siç thonte dietari Rugova, në qiell e kem Zotin, në tokë Amerikën, ishte Amerika. Por kush e provokoi Amerikën si shtet që të jetë aq aktiv dhe të na ndihmoj, fillimisht na kuptoi dhe të na përkrah, sepse Amerika çdo herë është me të drejtën. Dhe në këtë rast, u bindëm edhe ne që forca nuk po qëndruan në tankse dhe në armë dhe në fuqi ushtarake,
por forca po qëndruka në të drejtën, dhe e drejta ishte në anën e shqiptarëve. Kur je në anën të së drejtës, përkrahja e Amerikës nuk mungon asnjëherë. Por ata që ndezën fitilin, ata që inspiruan, ata që lobuan dhe e provokuan, si me thonë, opinionin amerikan, kush janë tjetër përveç mërgjimtarët tonë, njerëzit, lobuesit e pashot që janë të veçantë në mërgat, ata janë nga Amerika. Por nga vinë këta njerëz? Këta vinë nga trojet shqiptare, në Ballkan, nga Kosova e sotshme, nga Shqipëria, nga pjesa e Malësisë së Madhe, nga mbi Malësia Shkodër, nga Malësia e Madhe, Gruda, Deqiqi, Tuzi, nga Lugina e Preshevës, nga pjesë tjera të Maqedonisë, të pjesë të Greqisë e kështu me radhë. Sot do ta kem rastin të bashkëbisedoj me një njeri që unë e takova në fillim vitet 90-ta. E takova në Detroit, kur në aso kohë shoqëroja presidentin Rugova. Ishte një njeri shumë serioz, një njeri reprezentativ, një njeri me një mjekër ca pak më të nxirr atëherë, por një njeri jashtëzakonisht autoritativ. Është ky patrioti i madh, veprimtari dhe intelektuali Gjeto Ivezaj. Nga Deqiqi, që sot njihet si vend mjaft historik me gjithë atë pleat të njerëzve dhe të bajraktarëve, prej ka edhe Rojen Mysafiri i sotëm. Baca Gjeto, mirë se ke ardhë në studion fakte, je i mirë se ardhër. Mirë se të gjeta, zotëri, Adnan. Kam ne respekt dhe me një kënaqësi të veçantë të përshëndes, përgëzoj nga zemra, të roj një mitë mirat në jetë, të vazhdosh punë të mbarë si deri tani, për të tregu të vërtetën e të kaluarës. Po ashtu, dëshiroj të përshëndes gjithë stafin tuaj, përshëndes anën mban Kosovës të gjithë bashkëkombasit, anën mban Shqipërisë, anën mban rruzullit toksor, të gjithë ata shqiptarë të ndershëm që punojnë dhe veprojnë për kombë dhe për atë dhe. Baca Gjeto, faleminderit shumë për këto fjalë inkurajuese, të cilat mu m'japin motiv. Në fakt, ne po mundohemi asgjë tjetër të themi përpos të vërtetës. E vërteta është në anën tonë dhe nuk kemi nevojë asgjë të sajojmë, por obligim e kemi ta themi të vërtetën. Në vitin 1990, në fund vitit, presidenti Rugova më pa thonë, Adnan, ti kishim pas do letra në histori, punë ma ndryshe i kishim pas. Këto letra do të të gjurëm, fakte, dokumente e tjera. Dhe kjo ka qenë një motiv shtes për mu që në atë kohë krahas shoqërimit ti dhe kujdesit, do me thonë, për te, unë të evidentoj dhe sot kam një arkiv të cilën sot po e shpalosi, vazhdimisht me këto emisione, me librat e mi dhe mendoj se këteja kemi bërç edhe njerëzve që janë në mshim, por edhe ata që janë gjallë. Dhe në këtë rast, do me thonë të falenderoj shumë që ke ardhur prej Amerikës dhe jemi taku dhe sot pe shpalosim për sidomos gjenerata të reja, një veprimtari të një patriotit, të një lobuesit, të një shqiptarit madh që ka kontribute gjitha unë e di se ju jeni modest dhe nuk dëshironi këto shumë me i afirmue ku ta dijum, po me gjithate e vërteta ekziston dhe këtë duhet të thënë. Baca Gjeto, a mundesh vis pak fillet, do me thonë, ju keni lindën në Malësit Madhe, pastaj shkollën fillore keni kryer atje, keni fillu gjimnazin në Ulqin dhe pastaj keni ardhur normale. Dhe në vitin 1972 keni mbaru pas disa mujsh, keni emigru në Itali dhe në Shqipëri. Në pikat shkurta këtë ecejakën e juj e të emigrimit në Amerikë. Në fillim kur emigruam në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne menduam se do përkohësisht do të përqendrohemi dhe përsëri t'i kthejmë vendit atë dhe tonë. Po kjo nuk ndodhi. Kështu e ka. Sot me më pyet njerëzit me të pyesin nga një herë, thot, çfarë je? Thom Robin Zan në gurbet. Tashi është për mua, edhe pse nuk më mungon në një gjë kështu për jetën familjare këto, prapë se prapë jemi në gurbet, sa jemi jashtë atë dheut dhe mund ndodhë që do asimilohemi dhe nuk mund të kthehemi në vendin tonë. Kjo është ajo problematika që mu me të mërgos. Si gjithë fillim në migracion ishte shumë i vështirë fillimi, por me gjithate vazhduam të jetojmë me ato mundësit sa mund të përfitonim gjatë jetës. Dhe me njëherë
na mbeti dashuria madhi ndaj dheut, ndaj kombit, dhe ishim çdo herë, çdo moment për t'ju bën ndihmë, për t'ju dhënë ndihmë dheut dhe kombit ton. Atëherë u morëm me organizime të ndryshme, me organizime të shoqatave kulturore artistike, bile një prej atyre që ne organizuam ishte shoqata kulturistike Malësia në Detroit, që kishte për qëllim me u marrë me pjesë teatrale, me vallëzime, këngë, traditat e të kaluarës tonë, muzikën tonë të kaluar, me bajt gjenerat mas generatet edhe në atë të huaj. Po ashtu me ardhen dhe problematikën që kishim këtu në Kosovë dhe Gjetiu, të gjitha viset shqiptare, të filluam Malësien, Preshevën, gjitha troje që ishin të okupuara, të pushtuara nga serbo-malazezët, u lindje ideja që me i ndihmuan kombit dheut. E dini mirë se çfarë ndodhi atëherë në Kosovë, në kohën e periudhën me 1980-ën, 81-shin e pastaj. Ne u përveshëm punës, me të ndihmuar në atë aspektin sa mund të ndihmoheni. Ishte Liga Qytetare Shqiptare Amerikane, atëherë në krye me Joseph Diogardin, me një ish kongresmen me origjinë arbreshe të Italisë, i cili filloi këtë lëvizje bashkë me patriotët shqiptar, kosovar, malësor, gjithë së bashkut në New York, të fillu prej Gjin Xhemës, Hajdar Bajraktarit, Reç Xhaklit, Asman Vllaznave Osmani, të gjithë me radhë, gjendertë së bashkut. Bacagjeto, ju keni një prejardhje kogja komplekse dhe që mbeti ngërthen gjenerata historinat ndryshme. Ju i mbanin mend edhe brezat e juj, trungut familjar në përgjithësia. Çka mundesh më na thonë kështu për juve, për familjen e juj? Prej juve, prindët e ju, gjyshrit edhe deri sa ju mbanin mend? Shumë gjenerata. Po shkojmë pak në një periudhë më të lashtë që në vitin 1485, dhe me thënë 7 vjetë mas pushtimit të Shkodrës. Pushtimi i Shkodrës fillon në vitin 1468 dhe përfundon në vitin 1478. Dhe pastaj këtë periudhë kur e gjithë Shkodra dhe Shqipëria rënë në sundimin Osman, atëherë pararasit ton ishin në Koplik me Gjon Grudën, cili paguante akçet turkut, dhe me thënë pra pranojnë vazalitetin se pjesë e madhe e ushtrisë, generalët e ushtrisë e Gjergj Kastriotit, lëshun atë dheun deri në Itali, dhe me thënë ku janë sot arbreshët e Italisë, po ashtu vazhduan në përmalet e Malësisë, fiset e tilla që një prej atyre ishte edhe Vuksan Ngela, i Gel Gjon Grudës, i cili vjen në Grud, në Malësinë e madhe dhe përqendrohet aty dhe deri sot që kemi deri tek brezi im edhe pas brezit tim. Dhe me thënë, origjina është nga Kopliku, është bile, thotë Gjon Gruda, Grud, Suma, Sum, Marku. Vuksan Ngela, Gel Gjoni, Pal Gjoni, Sokol Gjoni, ishin këta 3 vëllezër, prej të cilit prej Sokol Gjonit rrëdhin Sokolajt e Shkodrës, ka rrjedhë dhe Kara Mahmut Pashbushatliu i Shkodrës, që ishte ai me formimin e shtetit shqiptar deri në gjysmë të Malit të Zi nga Tirana, dhe me thënë, edhe ky gjatë këtyre luftimeve bjen në luftë, dhe shkruanim Zot Simon Gjoni me këtë vargje, thot Kura Gjaku, thot i këtij fatosit, dhe një kish të shtruar me rasa, atje mbeth Kara Mahmut Pasha. Bini djemtë e Grudës, bini nga Vizhgjia, thot edhe ju mbet paria. Do me thot paria Grudës ishte Kara Mahmut Pasha. E të shkojmë atër ma vonë. Gjyshi im, Dednik Bajraktari, ka marrë pjesë në kryengritjen e Malësisë së Madhe, në istikamin e Deçiqit. Është e vërtet që ky njeri e ka ngrit flamurin kombëtar me 27 mars të vitit 1911 në istikamin e Deçiqit. Para ti ka qenë Smail Martini, bajraktari i Grudës, që sot i ka ish një djari Bekir të Anadollit për trojët shqiptare. Ai në Malësi i gjallë nuk nxihej dhe ju kundërvu portës së lartë, se qatë lidhje se Prizrenit, kur thonë është lidhja Prizrenit, lidhja shqiptare, dhe vërtet, kjo ishte lidhja e Osmanëve
që për të mujt më sundue në Shqipëri e formulun këtë zgjedhi ata bejlerët e pashallaret e tij dhe vunin në pa. Tu fillu prej Mer Prizrenit, tu fillu prej Ali Pashqokut të Dibrës, për fillu për Ali Pashgusis e të tjerët. Me gjithë këtë, Turku bënte një propagandë kundër shqiptarëve. Do me thënë pra, ne me ta, a i bënde pazardheqe me fqinet me të dhënë tokat shqiptare. Kur e panë se që pëndo, atër ju këthyen dhe u distancuan. Sepse, në lidhe në Prizrenit, thot, në këtë mund marrin pjesë, thot, edhe katolikët, latinë, thot, por ata që do të tratojnë, do japin përgjithësi para islamit. Merë ti me mëndë se qëfar për masash ka patur. Edhe kur e panë tradhtinë e Turgut se po i bënë, atër, u organizuan dhe hapën, se thot, bëjë pyetja, pse po hapin dek të lidhjes Prizrenit? Abdil Bejfrashin mund të pelen Gjirokastër, jap. Smail Martini thot, pse të quhet mbledhja muslimanëve të vërtet, kur mund të quhet mbledhja shqiptarëve të vërtet. Organizon degën e Shkodrës. Dhe këta që u kundërvun portës së lartë, ranë në shënjestën e Turgut dhe gjoja. Smail Martini dhe thrasin në Shkodrë për të biseduar për kufinin shqiptarë Malazes me një tradhti. Dhe kur shkon deri tek Pashaj, thot, ja thot, ata thot që sa rrita, thot me tremrita, kom sjell me tradhti, thot bajraktarin e Grudës, Smail Martinin dhe presi morën në tanë që t'i prehet koka. Jo, thot, atë shpor një kneve të gjithë ata që i kundërvuan portës së lartë, ne do t'i internojmë në shkretirat e Anadollit. Ashtu ndodhi, dhe sot i ka Eshnit, me 12 Grudës që nuk u kthye ma, në dheun e vetë. Çdo gjë që pat e shkriu për trojë shqiptare, të djemët e ti në luft ranë, një piti ranë në luft. Ka lanë tringën e vedmja që u betua se unë nuk do martohem, po do punoj për kombë dhe për atë dhe në ditën e fundit të jetës. Para ti, Smail Martinit, ka qenë Marti Vuksani, Bac Vuksani, që historia dëshmon, vitin 1835, me 300 grudës në luftën e Zhabljakut, luftojnë kundra Malazezve, edhe sot i ka deshti të luftu kundra Malazezve. Pastaj, në kohën pas ti, vjen Sokol Bekbaci, është i biri Bac Vuksanit, Smail Martini ishte i biri Marti Vuksani. Kuptuese ku përfundoi Smail Martini, Sokol Baci u muar peng, që nga fëminia, deri në pallatin e Abdulhamidit. Do me thënë, pra është barigadi, është i afërtmi i Abdulhamidit. Dhe mas luftës ruso-turke, me 1977, kur Perandëria ruse fitoi kundër perandorisë osmane, këtyre dashu u zvoglu forta e tyre dhe u kishte i pa frika deri në palc. Kupton? Por kur kalonte Ignatjevi rus, rrugët duan me alshu ose për urë. Kur u takuan në urën e Mramorit me Sokol Bacin, jo vetëm se nuk e alshoi urën, po i prej kokën e qiti prej urës. Atëherë i kërkon Rusia të që vravi Ignatjevin, thot sultani, thot, unë s'mund të mbroj vetë dhe jo me të mbroj ty, po kthej unë në Melsi, edhe kështu kthehet. Që ma vonë, mërin me organizua Komitetin Nacional Shqilimtar, që është një prej atyne që mendonte me bashkua, thot, katolikët bashkë me musliman, me i vun pushkën në Shkodër Turkut, kur në garnizonin ushtarak kishte vetëm 1000 ushtarë që mershin Shkodën për një gjysdite, me fillua krengritja në Mirditë, në Lezhë, Tepelen, Gjirokastër, anën banë Shqipërisë, në Kosovë dhe Gjetiut, i cili përpilon kërkesat e shqiptarëve me formuar në Shqipëri 4 vilajetesh, me një guvernator shqiptar ose evropian derisa të mbet shteti. Mos me pagua taksat shqiptar, mos me pagu taksën Turkut dhe ushtarët shqiptar të rekrutohen dhe të mbeten në Shqipëri e të dalin atëherë si praktikohen në Yemen. Sokol Baci ishte ai që formoi kërkesat e shqiptarëve për me formu një Shqipëri 4 vilajetesh me një guvernator shqiptar ose evropian derisa të mbet shteti. Mos me pagu taksat Turkut dhe si ushtarët shqiptarë të rekrutohen të mbeten në Shqipëri dhe mos dalin jashtë si praktikohen në Yemen. Kur i mershin fëmijë të ri, i ushtroshin në Yemen si kur ushtarë, bëheshin Osman dhe ma vonë i ktheheshin me luftua kundra popullit të vet duke mos ditë se ka luftuar. Me thënë pra, kjo ka rëndësinë e madhe si njeri që ka formuar është Sokol Bekbaci. Pyetja bëhet për memorandumin e Greqës, që është një prej
memorandumeve më të rëndësishme gjithë shqiptarët, ku ma vonë marrin shembulltyrin e këtij, është vetë Sokol Baci dhe djali i tij juristi Kol Sokol Baci, që ma vonë përfundon në shkollën si jurist edhe në periudhën e Zogut. Do me thënë, pra, këtyne ju takon merita e asaj, e jo të tjerëve që thonë e bëni filani e bëni i tjetër. Do me thënë, realiteti dhe vërteta duhet të dalë në pa dhe të gallënjej, se për ndryshe nuk vetëm i kërkon. Thot, ja për shembull në një mënyrë, thot, edhe pse, thot, Ismail Gjemali nuk ishte prezent, thot, në Gërç, thot, ky ishte përpiluesi i memorandumit, sepse ishte për një autonomi, vetëm për kaq. Po ai shkrimtari që shkruan më vonë, ja, thot, si u shpreh Ismail Gjemali, thot. Ne, thot, kur ishim në Gërç me malësorët, në nënshkruam një memorandum që unë e përpilova. Ky thot, edhe pse nuk mori pjesë, ky thot, ne kur ishim aty e nënshkruam. Po e ku figuron nënshkrimi jot që se ekziston dot fare. Pra, kjo është një absurditet edhe për ta menduar edhe për ta besuar. Nuk thom se ata s'kan punuar në drejtimet e tjera, ose thot Luiz Gurakuqi, ne e kaluam, thot, në Përtus, thot, lufta po bëhen në Deqiq. Okej? Nuk thot asnjëherë na dulem në Deqiq dhe u bëm me pjesëtar të luftës. Thot, me siguri, thot, malësorët mos kishin filluar krengritjen para kohet, do të kishin marrë Shkodrën për një gjysmë dite. Dhe vërtetën do të ngallënjej. Edhe unë, si ty personalisht, të adhuroj të tu edhe më shumë, kur përpiqesh me fakte, ta tregojsh të vërtetën e doktor Ibrahim Rugovës, duhet me plot respekt e them se për mua është ma gand për Kosovën se sa Gandhi i Indisë për Indin, me punën dhe veprimtarinë e tij, me diasporën, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, u arrit ajo që për neve dikur na duke si e pamundshme, si një ëndër, si një iluzion. A kupton? Pra u realizua me doktor Rugovën. Prandaj tu e kam havin e të vërtetës. Bacaxheto, ju kur shkuat në Amerikë dhe filluan si me tonë këto erra demokratike edhe përfshin Evropën vitit 89-90, rënimi i murit Berlinit dhe si me thonë, shqiptarët ndodheshin në situatë shumë të vështirë, do me thonë, Shqipëria ishte fund të monizmit dhe fillimi i një demokracie, por me kushte shumë të vështira. Shqiptarët në Kosovë ishin në pushtimin e perandorisë jugoslave, shqiptarët në Maltezi, po ashtu ishin në qatë thundër, edhe këta në Macedoni, në Lugin, Përshevës, e tjera, tjera. Ju filluat aty në Amerikë të jeni shumë agresiv në kuptimin e afirmimit të shkeljes së këtyre të drejtave ndaj shqiptarëve, ku fillimisht ju ishit në ligën shqiptaro-amerikane të udhëhequr nga një veprimtar i dalluar dhe ish kongresist Gjo Dioguardi, dhe pastaj pat aktivitetin e juj. A mundesh më na thonë, do me thonë, këtë fillim t'jujën personal edhe eventualisht të disa njerëzve ashtu të aktivizimit juj, edhe në ligën shqiptaro-amerikane, por edhe pastaj në një organizim që burimin e kishte në Kosovë, të udhëhequr nga një letrar, nga një krijues ose edhe studius letrar, Ibrahim Rugova, që emërtoi Lidhja Demokratike e Kosovës. Çka mundesh më na thonë për vendin edhe ku ke jetuar ti në Detroit? Ne gjithmonë kemi pas dashuri dhe madhe ndaj kombit të Dheut, e posaçërisht në këto momente tragjike për kombin ton, u përqendruam që të vazhdojmë punën dhe veprimtarinë ton për të mirën e kombit të Dheut. Nëpërmes të Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, atëherë ish kongresmenin Gjo Dioguardin, u bashkuam rreth asaj dhe filluam të bën demonstrata të një masnishme, të filluan nga Washingtoni para shtëpisë së parë deri te para Kombeve të Bashkuara në New York. Kjo ishte një gjë e përditshme pothuajse, kurdo që ishte nevoja dhe bashkohemi të boshim, shkoshim dhe ngrishim zanin kundra barbarëve të serbo-malazes për të ardhmen e Kosovës të pavarur, për të ardhmen e gjithë shqiptarëve që të fitojnë lirinë dhe pavarësinë e tyre. Në Detroit u hap chapter i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, u zgjodha si përgjes i asaj do me thonë deget, dhe kemi punuar deri në fillimin e hapjeve të degës Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ishte doktor Rugova me ata bashkëpunëtorët e tij, dhe
Mas asaj ne u shkrim në degët e LDK-s. Dhe me thanë, u hap dega dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një në Kosovë sparit, pastaj në Evropë, Shtetet Bashkuara, Australi, gjerë në Zelandën e Re, ka arrit më u hap degët e lidhjes demokratike, me punuan në një mënyrë ma të organizuam, se atëherë në fillim ishte shumë vështirë, nuk mund të grije i zani kundra barbarëve sërbë se të presin në qafë, prandaj nuk ishte e mundur opsioni i paqes dhe me LDK-n u bëhet mundshme me mbrojtje ndërkombëtare, me shpreh dëshirën e vullnetin e popullit në mënyrë të organizuar dhe në përmes të kësaj arritëm ne me ardhë deri tek pavarësia e Kosovës. Natyrisht me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe gjithë Evropës u realizua ëndra që dikur ishte pa realizueshme. Më kujtohet në takimet e shumta që bëshim ne demonstratat në Washington para shtëpisë së Bardhë, senatorët dhe kongresmenët pa u shkapërderë Jugoslavia, thot, është e pamundshme që të ndryshohen kufit e Jugoslavisë. Po me rastin që ndodhi me Slovenin, atëherë të gjithë duhen ex-Jugoslavia, do me thënë pra, që nuk ka gjatë pamundur. Çdo gjë munduhet, por duhet punë dhe veprimtari në atë aspekt. Dhe ju në gjeneratën e dytë u zgjedhët kryetari nëndegës të LDK-s në Detroit, çka mundesh më na thonë për aktivitetin e juaj, do me thonë, edhe si u bo kjo shëndrimi, pe një gjenerate të parë që ishin fillestar aty, pastaj ju e murt, do me thonë, në udhëheqjen e LDK-s, cili ishte aktiviteti juaj dhe a ka ndojamën që të kujtohet tash që keni bashkëpunu bashkë në këtë aspekt? Ishte një vullnet dhe dëshire madhe për t'i ndihmuar komunitetin ateut. Këto ka pas rëndësinë më të madhe me qenë në kontakt me liderët e LDK-s, me doktor Ibrahim Rugovën, me demonstratat një masnishme që i bëshim anë mban Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishim një farë lidhmenijet, kishim një farë dashnijet më të madhe që mund të ekzistonte atëherë. Jo vetëm në mes të Detroitit, por e kishim me New Yorkun, e kishim me Chicagon, e kishim me të gjithë udhëhesin bile dhe me Evropën boshim takime gjatë kësaj periudhe. Kam pas rast me marrë pjesë në Frankfurt, Gjermanisë për 2 javë, kur ishtin mbledhur të gjithë degët e LDK-s, krye me Ibrahim Rugovën. Kemi shkuar, kemi takuar, kemi biseduar 2 javë të tëra, kemi vizituar varrin e Gërvallës e të tjerë. Gjitha këto i mbajmë në kujtim. Dhe me thënë pra kishte një harmoni, kishte një dashni, pa kufishme me njëri tjetrin. Dhe këtu ishim shpresënës që një ditë do të na realizohen, më në fund edhe u realizua kjo. A mundeni me i përmend ndonjë bashkëpunëtor të kohës, sa ishit ju kryetari degës, ndojamën që keni bashkëpunu bashkë? Po, ishim për shembull në Chicago, kam pas Ramazan Bekteshin, ishte Çesk Sadiku, pjesës së shqiptarëve të Maqedonisë. Kemi pas Riza Millën prej Malit të Zi. Ne shkojmë në New York, sikur se i përmendëm më parë, Gjema, Hajdar Bajaktari, është Reç Xhakli, Jan Azmani, vllaznë tjerë Bomsha, gjithë Dinderti, ishin Kosova Demokratike, Xhevat Kukaj, Besim Malote, gjithë këta, duhet të them tash me i përmend janë shumësisht, po me gjithë kam pas rast me kontaktu, kemi shkëmbyer mendimet, kemi ndihmu, kur do hera kanë nevoja, s'kem pritu me shku në New York, s'kem pritu me shku në Chicago, s'kem pritu bile deri në Kaliforni, kështu me radhë. Me thëmë, pra ishim shumë më të afërt me njëri tjetrin. Kishte edhe një nëndegë në fakt në Alaskën e largë dhe të ftoftë, edhe atje ishte ky tregënsh LDK prezent. Çu shpjegohet kjo? Të thash se shpirti, malli, dashnia ndaj kombit ateu bizotnote të gjitha dhe s'kishte peripeti që ndalonte, s'kishte gjë që ndalonte atëherë popullin shqiptar të ndihmojnë kauzën tonë të shenjtë të drejtë. Me tha pra, thash që nga Kosova, Evropa, Shtetet e Bashkuara, Australia, Zelanda e Re dhe në Alaskën, gjitha këto vendet ku kishte shqiptar, kishte mall dhe dashuri ndaj kombit për t'i ndihmuar, për t'i ardhur në ndihmë kombit ateu. Kjo është kënaqësia, kjo është një gjë e papërshkrueshme.
për të gjithë ata që janë edhe din me vlerësua. Basagjeto, kontributi juaj nuk mungon për shqiptarë gjithandej në Ballkan. Ty e përfshi edhe në mënyrë shumë të zëshme Shqipërinë dhe demokracinë dhe filet e saj në udhëheqjen e demokratit dhe njeriu të parë që vuri themelet e demokracisë, Dr. Sali Berisha, që ishte domethënë me shokët e tij, Gramaz Pashkun, me Arben Imamin, me Neritan Cekën, me Azem Hajdarin, me shumë veprimtarë të tjerë. Në vitin 1991, mbaj mend erdhë në muajin maj sekretari i shtetit James Baker, i cili pat një vizitë historike, domethënë dhe boni bujt madhe dhe ai përkrahi Sali Berishën në një mënyrë, aty mbi 100.000 njerëz ishin në sheshin Skënderbej, ku kishte edhe parolla për Kosovën. Dhe ambasadori i kohës William Ryerson, i cili ishte një mik i ngushtë i Sali Berishës dhe i cili mbaj mend së bashku me Sali Berishën nëpër Tiranë, ngjyrosnin me gëlqere pemt e Tiranës, ty i tregu publikut që Amerika e përkrah këtë njeri, sepse në tesh ishin fatin e arshëm të zhvillimit të demokracisë. Ti ke qenë shumë aktiv në ndihmë dhe përkrahje të zhvillimit të demokracisë në Shqipëri dhe personalisht Sali Berishës. Çka mundesh më na thonë për këtë kontribut dhe angazhimet tua në raport me Shqipërinë dhe Dr. Sali Berishën? Ishte kënaqësi e veçantë edhe tash kur bën pyetje të tilla kam nder me fol realitetin, vërtetën e saj. Si thash më parë, me vizitën e Dr. Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte sikur mysafiri i Detroitit, popullit dhe diasporës e Detroitit, unë isha atëherë si përgjegjës i LDK-s. Dhe nëpërmes asaj u afitëm pak më afër dhe bëm shkembime mendimesh dhe me dhe ti, dhe pyetja era kështu, se në 98-ën fshatarët kishin votuar për Partinë Komuniste dhe kushtet qytetit për demokracinë. Dhe pyetjen që e bëna zoti Berisha, pse fshatarët votuan për Partinë Komuniste, thot zotni, a është jeta më nivel të lartë, se në qytet, jo, përkundrazi, është më e vështirë, po atëherë, si kështu, po kështu e ka, po sa bën Partia Demokratike e Shqipërisë, propagandë në përfshate, me dalë me bin njerëzit që votojnë për demokraci dhe jo për partinë. Na s'kena mundësi, me dalë, atje të makinë prej juve, i kemi si dhurat, dhe nuk mujnë me bëket. Atëri thashtëm, po nëse fillon fushata 1 muaj, 2 muaj më parë, që me pas rast me shkua në përfshatra, në përqytete, me propagandu demokracinë, nëse puna, veprimtaria ime, fjala ime shkon në favorin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, për demokratizimin e Shqipërisë, jam në gjendje dhe pikën e fundit të gjakut me dhënë. Gjitha, do bisedojmë dhe për këtë, më kupton, më në fund, erdhi dhe u realizu, edhe pse është kundër ligjit, na do ta bëjmë tonën, ecë dhe vazhdojmë. Edhe kështu lindi ideja që unë të marr pjesë gjatë fushatës elektorale. Me kujtohet fare mirë, kur kam zbrit në Rinas, ishte momenti se isha me pasaportën amerikane dhe nuk më ndonin me leju me zdryp. Po erdhi fjala, thash unë s'ka çoj dhe gjatha i dekun, po është dryp, në këtë tokë, karbonore, Edhe u bë ajo dhe kishte dalë Azem Hajdari ndjerë me më taku në aeroportin Rinas, edhe u taku, shkume në hotelin 15 katësh, edhe bëm diskutimet e atë, unë joftuam për safërmi me drejtorin e hotelit, kam ne atë për 2 muaj ditë, edhe ditën e fushatës e parë, kam fillu me të ndjerin Azem Hajdarin në një fshat që uaj Pojan, afër Rogozhinë dikun. Kemi marrë pjesë, kemi biseduar, u realizu një gjë mrekullueshme. Ditën e dytë kam vazhdu me Arben Imamin, gjitha fshatrat e Mirditës deri në fund të Mirditës. Ishte një senzacion, kishim rastin me unë njoftu me popullin, me vojtjet e tyre gjatë 50 vjetë komunizmit totalitar dhe të dogmatizmit envero-stalinian. Aty ishin kapitanat e Mirditës, ishin pjesëtarë, Gjon Buçaj, ai që ishte kryetari i Vatrës më vonë, që u bë e të tjerë. Dhe ditën e tretë fillova me doktor Berishën,
erdhe u takuam në 15 Kaçi, më tha gjetë boju gati, tha nesër në ora 8 kem fushat, ka ardhëm ka marrë në orën 8 exact, dhe për ati momentit deri në fitoren e madhe të demokracisë, krah për krah me të kudo që ka fol ai pari, ka qenë rasti me fol unë i dyti për propagandimin e demokracisë në Shqipëria. Ka qenë një kënaqësi e madhe, mund t'i përmend sa qytetet që kemi pas suksesin më të madh, ishte Kavaja, për herë të parë aty arritëm të buë një numër në veta mija, më thëmë dhe 60-70.000 veta, aty u thyë akulli gjitha saj, kujtohet kur ju kam thënë, po e shifni bashkomas të nderuar se për 47 vjetë të monizmit totalitar dhe të dogmatizmit envero-stalinian, çfarë të mire i pruni Shqipërisë përveç vuajtjes, skamjes dhe njerimit, andaj e keni ju që ta fundosni në humnerën e pafund dhe mos mund të kthehet ma do të trojeve shqiptare. Votoni për Partinë Demokratike, për kryetarin Sali Berisha, sepse të votoni për të do thot votoni për veten tuaj, për familjen tuaj, për ardhmërinë e Shqipërisë dhe po ju betohem se me demokratizimin e Shqipërisë do bëhet dhe një hap i matuteshëm për riunifikimin e trojeve shqiptare, duke filluar nga Ulqini, Malësia, Plavë, Kusi, Kosovë, Preshev, Maqedoni, deri në Çamri, por në një Shqipëri të lirë dhe demokratike të prosperuar. Liri i demokracisë, Sali Berisha, kështu është përfunduar mitingu, që kur jem dikush vitem si të lule, dikush me të shpirtin me të adhuru, kam ta fëmin tim në Amerikë, gjithë dhe, s'kemi mujtë për mene Bakerin e atë, po të thëmë ka kanë diçka dhe ma mrekullueshme, sa s'ke mujtë me hynë në një makinë bashku pa dalë 1 kilometër jashtë. Atër ku të akumë të gjithë hëtha, se thash kam betë edhe një javë dhe të fitoria madhe demokracisë. Po thëmë, po kjo është gjajra, ka kush që ndalë ma thëmë, fitoren e demokracisë. Për shifni këtë të bim, këtë malështi që u bo këtu. Edhe, jo thëtë po në banë qefi, po qefi është i për, nëjse, të nesëve në për në Elbasan. Gjysë të ullës më kujtojët mirë, kur doli policia para, dhe më të shikë një ndryshim, po thëtë policinë. Po me këtë moment pra, përfituam edhe policinë, se deri atër nuk ishte policia me Partinë Demokratike. Rrugë për në Elbasan ndodhi kjo që ndodhi. U bëha një mrekullie dhe aty. Të nesër me ndoshim me shku në Shkodër. Timo Luto dhe Bujar Kore ishim këta që mërshin dhe inqizosin gjithë këta. Gjeta nuk do shifemi nesër, për hajtë ndodhi. Tha, kena me shku, tha, këto parti tjera. Çfarë parti ishto? Cilë parti do një dalë Partia Demokratike, apo Partia Social Komuniste? Jo, tha, Partia Demokratike. Atër pra, ju do një propagandonin demokracinë, ju do një me ta. Pse po ndaheni tani? Por ju si doni në zorë së bërë kërkushi, edhe kështu ndam. Të nesër me në mëngjes kanë ardhët, kena një gjuhë të gjetët edhe erdhme. Kur shkom në Shkodër, e mori popullisht do gjendor, tha, Timo Luto është edhe inqizuar, tha, ne s'kemi komente ma, po ju lam juve ta komentonin gjalljet. Të me thanë, e përfito. Dhe me 22 mars u konërzu me fitoren e madhe të demokracisë, duke menduar se një herë dhe për gjithmonë do zhduken të gjitha mbeturinat e komunizmit të trojës shqiptare. Për fat të keq, ja have sot e kena. Me Edi Ramën, me një kryeministër që është tërp i gjithë shqiptarëve me pas një kryeministër të tillë në pushtet, që është vepër e globalistëve, që është vepër e atyne që nuk duan të shohim një Shqipëri të bashkuar dhe të prosperuar. Kemi Edi Ramën, pra, pa e zhduk, Edi Ramën, nga posti, nga pushteti dhe gjitha mbeturinat e komunizmit, Shqipëria bashkim prosperitet, a shumë vështirë të fitoj. E këtu mu më dhimë, këtu duhet të bashkohemi të gjithë, për një dhe një për të gjithë, vetëm bashkimi banë fuqinë. Kur kemi qenë të bashkuar, gjithmonë kemi treguar sukses. Kur do herë që jemi ndarë, kemi dështuar. Prandaj, unë i këshilloj të gjithë që të hapin sytë, që qojnë drejt, të ndrjedhojnë menin, të mendojnë drejt, të vënë kombin para vetës. Qëse një njeri nuk është në gjendje me sakrifiku jetën e vetë për kohë para dhe, nuk duhet të pranojnë as një farë postit në pushtet, as të merren me pushtet fare. Kjo është përfundimi. Bacagjet, ju në këtë periudhë keni komunikuar dhe bashkunuar dhe keni
udhëtuar dhe keni qenë prezent edhe në Kosovë, në fillim viteve 90 e matutje, me veprimtarë të ndryshëm, siç ka qenë Zekiria Cana e profesor Anton Qeta e Femia Gani e tjerë, po. Çka mundesh më na thonë rreth këtij aktivitetit tënd këtu, me çka jeni marrë, keni takue, çka keni vepruar në këtë rast? Atëherë në për asaj u dem taku me të tjerë, me Anton Qetën, Mark Krasniqe, Riza Luke, Mustafa Radoniqe, Bajram Kelmende, dhe si ndodhi kjo situatë që u mua radio televizioni i Prishtinës, kam qenë prezent aty në restoran Shpat. Fillosh shqetësimi njerëzve, tha Anton Qeta i më tha, qetësoni or burra, tha, Romakët me 100 vjet, Bizanti, po ashtu, Osmanët thot për 500 vjet, Slavët të 80 vjetët, edhe këta i kanë ditët e numruara dhe do të vinë dita. Urnoni, thot, shtëpia ime, shtëpia juaj, edhe shkum në shtëpinë e Antonit, dhe pre aty bëna lidhjen telefonike, drejt për drejt me Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane në New York me Joe Diogardin, që të organizojnë një demonstrat para shtëpisë së bardhë dhe para Kombeve të Bashkuara. Dhe me thënë, aty e kam bën lidh me një më të parën, i kam lajmëruar se u morë radio televizioni dhe gjitha e kam thënë institucionet shqiptare që janë në Kosovë. Domethënë prej atij momentit kur isha këtu. Një rast më parë kam marrë pjesë edhe në press conference i prej atyre ku ishte dhe mbajnë në zyren e LDK-s, atëherë ku ka qenë pranë stadiumit kombëtar. Po, dhe ekzistojnë këto filmime rreth kësaj konference, dhe fakte që kamera ime personale ka xhiru edhe ne këto filmimet do t'i qesim me këtë rast në këtë emision që t'i faktojmë këto fjalë që ju po i thoni se mu më kujtohet sikur sot. Ka qenë aty presidenti Rugova, ka qenë Anton Kola, disa tjerë. Dhe në atë kohë, une si fillestar, pak u habita kur ju pash juve një figure e re aty, po ullet pastaj e kuptova kush jeni dhe për veprimtarin e juj. Shikues të nderuar, në fund të pjesës së parë ju ftoj ta ndjekim materialin ultra ekskluziv të pa transmetuar deri më tani të konferencës për shtyp të presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë para 32 viteve. Më sakt më 4 qershor 1993. Ku në shenjë nderimi dhe vlerësimi krahas nën kryetarëve të LDK-s, profesor Femia Gani dhe profesor Anton Kolaj, në panel ndodhet edhe protagonisti i sonetëm, Gjetoj Vezaj, i cili në këtë kohë ndodhej në vizitë në Kosovë. Dhe ne sonte për herë të parë, për befasit të Gjetos, për befasit publikut, këtë material do ta transmetojmë. Le ta ndjekim në vazhdim. Slušam nek radio Prištinu, nek radio Beogradu, slušam Prvo, ovaj štrajk koji je održan ovih dana, gospodina Demačija i
drugih novinara i pisaca Albanaca. Postigao je svoj efekat, aktualizirao i to je jedna rezistencija da se brani i slobodna reč, slobodna mišljenje, sloboda informiranja na albanskom jeziku, iako je završen bez rezultata i štrajkači sami su znali pa i da nemaju s kim razgovarati ili dobijati neke rezultate, ali su učinili svoje. Taj štrajk je imao veliki odjek i među albanskim narodom i u svijetu. Još jednom se vidjelo da su Albanci ostali bez sredstva informiranja, kao što je radio, televizija, pa sad na kraju i sa religijom. I isto pozdravljamo još jednom ove hrabre ljude koji su i svojim gestom ustali protiv informativnog mraka i mišljenja. Onda, kao obično, pored ovog štrajka nastavila se ova represija koja je evidentna i svakodnevna ovdje na Kosovu, kao što razne ekspedicije po selima, onda razna maltretiranja, dvajao bi maltretiranje profesora Ukšina Votlija, zaista na jedan stravičan način. To kod Glogovca gdje je postavljen jedan post-blok ili ogromna kontrola policije kod Glogovca i to je baš u centru Kosova gdje je najveća cirkulacija ljudi sa zapadne strane Kosova na ovu drugu stranu. Onda je nastavlja se ovo istarivanje sa posla još malo Albanaca koji su ostali, kao i iz stanova i tako dalje. Onda zahtevamo isto i slobodu, odnosno oslobađanje od zatvora Zekrija Cane koji se još drži u zatvoru. I sve ovo, naravno, diže i tenzije, kao i zahtevi i ljudi da se uvezi ove represije. Onda ovom prilikom pozdravljamo pažnju međunarodne zajednice koja je od ovih dana dosta aktivna nad Kosovom. Svi žele da spreče neki mogući konflikt ili moguće zlo na Kosovu koje je evidentno i ako se nastavlja ovakvo stanje može se pogoršati dalje. Međutim, i to je naravno i spremnost međunarodne zajednice da se Kosovo uzima u zaštitu. Onda ovom prilikom pozdravljamo i plan, odnosno propozicije predsjednika Albanije Sali Beriše u 6 tačaka u vezi rješavanja kosovskog pitanja. Mislimo da je to jedan realan plan i dosta racionalan i politički i aktuelni. Onda osuđujemo brutalnost policije nad demonstrantima u Beogradu. To je još jednom se da vidi da ovaj režim znao potrebiti silu i protiv svog naroda, a kamoli protiv drugih. I imamo najviše iskustva ovdje, lošeg nastavnog iskustva. I toliko za danas, izvolite da imate razna pitanja. Kasnate prsot i planete. Ja bih vas zamolio za komentar susreta između Grigorova i Miloševića i grčki predlog da se Makedonija zove Slavu Makedonija. Naravno, taj kontakt Miloševića i Grigorova smatram predložnim kako je izjavio i sam predsjednik Grigorov. Mi nemamo dosta informacija o čemu su razgovarali, ali sigurno Grigorov nije ušao u neke transakcije. I za nas je neprihvatljiv da se Makedonija zove Slavu Makedonije i tako dalje, onda bi
išlo na Balkanu sa tim predetničkim znakom, bilo bi dosta problema jer mi imamo jednu ogromnu većinu Albanska većina u Makedoniji i ne bi bilo prihvatljivo za nas. Pa nam bi Mogu ja doći? Sergej Kredin, television, CBC, Creative Broadcasting Corporation. Mene interesira vaša ova Gambijeva revolucija, mirovna revolucija. Da ima šanse da uspije ovdje s obzirom na zadnje događaje koje se dešava? I kako vi komentarišete odluku Petorice? Vjerojatno se vi to prije izjavili kao da jeste, ali mene interesira ponovno da kažete Petoricu vodećih lidera Zapada da Kosovo Republika ne može biti. I koja je solucija za vas? Ako govorite o soluciji? Što se tiče ovog našeg pokreta, mi ga zovemo non-violentni pokret Albanaca ovdje na Kosovu, to je već niz godina. Mi rezistiramo i ne prihvaćamo provokacije, to je dosta teško izdržati, ali smo se opredelili za to i mi ćemo ovim putem uspjeti, iako je dosta teško izdržati, ali ko duže izdrži, dobit će. I ovaj narod se opredelio za ovaj put. Vi znate da imamo čitavu represiju i to, ali ipak to je jedan narod koji zna šta hoće i šta može i kako može. Ovim pokretom Albanci su dokazali svijetu da su ozbiljan narod, da su faktor stabilizacije ovdje na Balkanu. I što se tiče odluke, odnosno dokumenta Petorice, ja smatram da je to jedan provizorni dokument i za nas je značajno što su odvojili Kosovo kao problem u tom dokumentu i što su tražili da bude više međunarodnog prisustva ovdje kao što su monitori i druge forme. Što se tiče prevencije konflikta, to je za nas dosta značajno. Prvi put u jednom dokumentu se uvodi strategija sprečavanja konflikta, što je dosta značajno. Što se tiče pitanja nezavisnosti Kosova, po našoj interpretaciji nije isključena ta mogućnost. I naravno za nas je najbolje rješenje i jedno nezavisno, neutralno Kosovo kako se deklarirao albanski narod na referendumu 1991. godine i to je u duhu karte Ujedinjenih nacija o samoopredjeljenju. Mislimo da je to najbolje rješenje da se reši ovaj spor. To bi bilo jedno nezavisno, neutralno, otvoreno Kosovo i prema Albaniji, i prema Srbiji i sa garancijama prava svih građana i svih naroda ovdje na Kosovu. Samo jedno dodatno pitanje. Očito je deadlock, kako mi kažemo. Šta sada? Srbije nikom slučaju neće dozvoliti da se stvori neka druga država na njenoj teritoriji, kako oni kažu. A vi insistirate na tome da Kosovo mora ipak biti neovisno. I šta dalje? Mi ćemo nastavljati ovaj naš put i s ovim našim pokretom i Kosovo ima pravo biti nezavisno jer ona je bilo deo federacije, a ne obični deo Srbije, kako se kaže sada. Ona je bila ravnopravna sa ostalim jedinicama u bivšoj federativnoj Jugoslaviji, ona je pravo veta. Onda i prema međunarodnim normama jedna teritorija koja je ugrožena imaju pravo Ujedinjene nacije uzeti pod monitoringom ili pod protektoratom za izvesno vreme dok se ne rešavaju obični problemi života i tog naroda. Thank you.
ja imam još jedno pitanje. Kromberg je Kosovo označio kao najopasnije žarište nakon Bosne i sinoć je konferencija NATO u Budimpešti, zasjedanje NATO u Budimpešti Kosovo označilo kao kritičan region. Da li ostajete pri stavu o dolasku mirovnih snaga na Kosovo, potrebi dolaska mirovnih snaga? Da, mi ostajemo pri tom stavu. Naravno, tražimo i međunarodni protektorat, odnosno trusteeship sistem na Kosovu kao prevencija i na putu mirnog rešenja kad su pitanje. Sam mislio na snage NATO. Stavimo to zahtjev, ali ne ponavljamo svake konferencije. Da. I već sazreva mišljenje i oko toga, drugih država u Evropi i šire. Kako komentarišete odlazak časopisa Pošta carina? Nemam neki komentar. Kako je došao, tako je otišao. Se sjedi padem djerit. Hvala. Znam da ti je bilo. Shikues të nderuar, kur I dëgjon këta bashkëbisedues dhe rrëfimet e tyre dhe njerëzve të tillë si të patriotit shqiptaro-amerikan Gjetoj Vezaj, na kthehet historia e një pune të madhe të bashkëkombësve tanë të cilët patën një kontribut të pazëvendësueshëm për pavarësinë e Kosovës dhe zhvillimin e demokracisë kudo që jetojnë shqiptarët. Zoti Gjetoj Vezaj është edhe familjar bashkëshort, baba dhe gjyshi mrekullueshëm. Ai me bashkëshortën zonjën Djela kanë 4 fëmijë, vajzat Teuta, Gjuli, Leonora dhe djalin Ilirin, si dhe nipat Sebastiani dhe Toma, si dhe mbesa e bukur Gjia. Zoti Gjetoj Vezaj, miku im I mirë dhe patriot I vërtet, faleminderit për krejt që ka ke bërë për Kosovën dhe shqiptarët. Zotit dasht shnet ty dhe më të dashur e tu. Zotit rujt, mik I mirë Gjetoj Vezaj. Shikues nderuar, këtu po ndahemi nga pjesa e parë e këtij emisioni, duke ju ftuar që ta ndisni sonte një javë edhe pjesën e dytë të këtij bashkëbisedimi të rrallë me zotin Gjetoj Vezaj. Duke ju kujtuar se të gjitha emisionet kryesisht bazohen në librat e autorit e emisionit, në Hap me Rugovën, Kështjella mosmarrveshjes, Pengu dhe kompleti 2000 faqe I 5 librave të përmbledhura të premtet. Ju rikujtoj se emisionet fakte I keni në KTV çdo të shtundë në ora 21 dhe reprizat të nesërmen e diele në ora 17. Dhe krejt në fund, gjatë përcjelljes të emisioni, po edhe jashtë këtij emisioni, shneta është e para. Pini ujë rrugove, hani vipa chips. Udhëtoni me fivullën dhe në fund falenderim për medikën që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika.